cila do t'jetë përmbledhja jote? Në këto momente gjendemi tek shkolla pikërisht e cila nisëm edhe këtë maraton zgjedhore, po jemi tek shkolla Rifat Gjote, e cila është qendra më e madhe e votimit në komunën e Pesë, megjithse 10 vend votime e 8900 votues të regjistruar. Në këto momente rreth 15 minuta para se të mbyllet qendra e votimit, kemi vërejtur dhe vazhdojmë të vrejmë fakt që nuk ka fare fluks të qytetarëve të cilët presin në radhë për të votuar, por ka qytetarë të cilët vinë tek tuk dhe kryen procesin ndoshta brenda 2-3 minutave maksimumi dhe të njëjtit largohen, pra nuk ka pritje, kështu që gjasat janë të mëdha bazuar në komunikim me menaxherin e kësaj qendre të votimit, që qendra të mbyllet fiks me kohë në orën 19. Nga dhënat zyrtare që kemi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në orën 17, pra nga 8900 votues të regjistruar në këtë qendër, të drejtën e tyre kishin ushtruar rreth 1900 prej tyre, pra nëse flasim me përqindje, rreth 23% prej tyre kanë ushtruar drejtën e tyre për vot, ndërkaq përqindje e ngjashme raportohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në gjithë PE-n, ku janë rreth 30 qendra të votimit, nga gjithsej 120.000 qytetarë me drejtë vote, deri në orën 17, drejtën e tyre kishin ushtruar heq më pak se 28.000, në përqindje pra 23 presje 1% ku kishin votuar. Krahas 5, dhënat janë publikuar edhe për klimën, ku mund cilin poshtë e kemi pasur në përcjellje gjatë gjithë ditës. Atje, nga gjithsej 50.000 qytetarë të regjistruar me drejtë vote, deri në orën 17 kishin votuar rreth 12.000, apo në përqindje rreth 24% e votuesve. Bazuar në komunikimin që kemi pasur me menaxher, me komisionerë poshtë monitorues të këtij procesi, në këto dy komuna nuk janë vërejtur ndonjë incident e as ndonjë shkelje e ligjit për zgjedhjet, pra përveç një rasti i cili ka qenë një tentim për të votuar votën, por megjithatë rasti është kontrolluar dhe nuk është evidentuar ndonjë vepër penale, ndërkaq pak para se të lidheshim në këtë lidhje direkte, një qytetar pikërisht nga kjo qendër na njoftoi që në fakt shprehu një ankesë sa i përket personave të cilët njihen si analfabet funksional e që të njëjtëve nuk është liruar një përcjellës deri tek kutia e votimit, meqense komisionerët u kanë kërkuar atyre një letër nga mjekët të cilët e konstatojnë si... Arjan, shumë faleminderit për gjitha këto informacione, ke qenë PE dhe në Klin, pra kjo është një përmbledhje ditës në këto dy komuna. Do të kalojmë tani në Prizren, atje është Armand Hoti, i cili ka qenë disa komuna, pra në komunat jugore të Kosovës, në Dragash, në Prizren, në Suarek dhe në Mamush. Armand, përshëndetje, si ishte kjo ditë dhe cilat janë thekset kryesore të votimit ditës sotme? Këtu në shkollën Lek Dugaxhi